Nëse ma shumë kënaqesh kur ngon ilahia sesa kur ngon Kur'an, haram bot ilahia. Se ti ilahia, shejtani ato dashuri ilahien, edhe ato të mundu mu largu prej Kur'anit. Me ngu dhe Ramadanin të knaq, me ngu musretin të knaq, me ngu do ilahia arabisht të knaq. Ama jo ti çdo herë ato ilahia që veç ta nxall ti egon, se është një problematik të ilahiat. Ama shumë kënaqesh kur ngon ilahia, a kur ngon Kur'an. Nëse ma shumë kënaqesh kur ngon ilahia sesa kur ngon Kur'an, haram bot ilahia. Se ti ilahia, shejtani ato dashuri ilahien, edhe ato të mundu mu largu prej Kur'anit. Pyetje shumë e vend. Do të thonë, nëse ti non stop ngon ilahia, ama ki harun jetën tane kur në telefonin tan e ki zbrit në faqe të Kur'anit, se ki ngu në faqe të Kur'anit, nëse non stop ilahi, edhe ti të vjen mërzis ata ngojsh Kur'anin pak më njerë e ban, do të thonë e largon, atëherë kjo është problematik se shejtani ta ka zbulluar shumë ilahien, edhe ato dashën nëpërmjet ilahies ti me të largu prej Kur'anit. Do thonë kujdes të madh këtë aspekt. Nëse të largon, ama nëse je paralel që ngon më shumë Kur'an se ilahia, lejon disa ilahia me ngu. Shumë ilahia, do thonë shumica ilahiave lejon me ngu, ama në një kusht që mos me të largue prej ndëgjimit të fjalës së Allahut edhe mësimit të fjalës së Allahut.